Ishte dashura e Safet Bajrit, Eria Ago, e vënë në pranga 5 ditë pas këtij të fundit, ankimoi izolimin e saj në qeli në apelin e posaçëm. Ajo përfundoi e arrestuar pasi dyshohet se ka përkrahur ish partnerin e saj dhe ka siguruar kushte për të vrarë Fatbardh Licin, për të cilin u prangos edhe Safet Bajri. Këto akuza të rënda, Modelia, sipas PAK, pretendohet se i ka kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Tashmë e izoluar në burgun e grave në Pojsk të Pogradecit. Eria Ago ka mohuar përfshirjen e saj në ekzekutimin e Fatbardh Licit në 2018, por prokuroria e çështjes Elida Kaçkini ka dyshime se në ngjarje e hetuara ka pasur rolin e drejtueses së automjetit. Sipas dosjes hetimore, brenda makinës Benz ngjyrë gri që ishte vjedhur më herët në Tiranë, ndodheshin 2 ekzekutorët e krimit. Pasi personat kanë kryer vrasjen, personi nën hetim, Safet Rustemi, ka qëndruar në Shkodër, ndërsa personi nën hetim, Astmer Bilali, është larguar për në Tiranë së bashku me shtetasen Eria Ago. Në dosje përshkruhet edhe dita e ngjarjes. Viktima në ditën e ngjarjes, si zakonisht rreth orës 7 të mëngjesit ka shkuar në lokal. Ai ka parkuar mjetin tip Audi dhe në momentin që ka shkuar tek lokali përballë, ka ndaluar një automjet i markës Benz, ngjyrë gri. Nga dera e pasagjerit ka zbritur një person i maskuar, i gjatë rreth 180 cm, i veshur me rroba të errta me armë zjarri dhe ka hapur zjarr. Në vendngjarje janë sekuestruar 10 gëzhoja, 6 shpredha dhe një këmishë shpredhe. Nga këshyrja e kufomës rezulton se ai ka marrë 9 plagë të ndryshme në trup. Fatbardh Lici ishte xhaxhai i Ibrahim Licit, rivali Bajrave. Sipas grupit hetimor, motivi i vrasjes lidhet me dyshimin e Behar Bajrit se Ibrahim Lici kishte vrarë një pjesëtar të grupit të tyre, ish policin Boran Bërçana. Ndaj Safet dhe Behar Bajrit dhe Asmert Bilalit rëndojnë akuzat vrasje me paramendim, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Edhe këta të fundit kanë ankimuar masën në apelin e posaçëm, ndërsa të gjithë janë në pritje të shortit, secili nga gjyqtarët do të vendos për lirimin apo jo të tyre.